Nderuar Zoti Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Zoti Ilir Meta. Nderuar Zonja Kryetare e Lëvizjes për Gruas për Integrim, Klajta Gjoshaj, njëkohësisht edhe zëvendës ministre e punës dhe migracionit. Nderuar Zoti Sekretar, i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Zoti Luarama. Nderuar Zoti Bert Bitri, Kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim për Qarkun e Fierit. Të nderuar të gjithë pjesëmarrës në këtë takim kaq madhështor që organizon sot Lëvizja e Gruas për Integrim. Të dashura nëna dhe motra, ju shpres të gjithave mirënjohjen time për këtë aktivitet kaq madhështor, për kontributin tuaj dhe angazhimin tuaj që keni treguar, dhe ky është një falënderim i veçantë, sidomos për ato aktiviste të reja që kanë ardhur sot, që na mbështesin neve dhe që janë bashkangjitur kësaj familje të madhe që ka emrin Lëvizja Socialiste për Integrim. Ne gratë, ashtu si që jemi një forcë e madhe në shoqëri, po kështu jemi dhe një forcë e madhe dhe mbështetëse e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pra Lëvizja e Gruas për Integrim është një forcë mbështetëse e kësaj fuqie të madhe, por duke mos harruar dhe Lëvizjen Rinore për Integrim që janë e ardhmja e jonë. Ne jemi nëna që dim të edukojmë, ne jemi bashkëshorte të mira që dim të dashurojmë, dim dhe të tolerojmë, se në njëherë bëjmë dhe sikur nuk shikojmë. Por jemi shoqe të zonja, se dim të bashkëpunojmë, ndaj radhët tona kanë ardhur duke u rritur nga dita në ditë dhe nga viti në vit. Ne jemi forcë e madhe dhe këtë e tregoi angazhimi ynë në zgjedhjet lokale, por shpresoj dhe jam e bindur në forcën tonë të përbashkët, se do të tregojmë akoma dhe më fuqishëm këtë angazhim në qershor, në 28 qershor, ku ne do të fitojmë maksimalisht. Para pak kohë qarkullonte një këngë shqiptare moderne me titull Forca e Femrës, dhe në 23 qershor do ta dëgjojmë me melodin fituese të kësaj force të grave fjerake. LGI-a, 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 LSI-a. Kjo do të ndodhë dhe do të kurorëzohet me fitore, pasi ne kemi mbështetje maksimale nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe kryetari i saj, Zoti Ilir Meta. Kjo mbështetje maksimale që na jepet ne grave është si kurorëzimi e atij vendimi që u mor në konventën në tetor, në konventën e Lëvizjes Socialiste për Integrim, në barazin 50% me 50%. Pra kjo ishte një fitore madhe që ne na u dha mbështetja maksimale nga kryetari jon Ilir Meta. Prandaj, ne gratë dhe vajzat të mbështesim më shumë njëra tjetrën për të përballur të gjitha problemet sociale, por për të fituar pozitën që na takon në familje, në shoqëri, në politikë dhe në vendimarrje dhe kudo. Barazia gjinore do të thotë pjesëmarrje e barabartë e femrave dhe e meshkujve në të gjitha fushat e jetës, pozitë të barabartë për të gëzuar të gjitha të drejtat tona dhe të kemi përfitim të barabartë nga të arriturat e këtyre rezultateve. Të dashura pjesëmarrëse, duke përfunduar, e siguroj kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim se ne kemi një rrugë të gjatë për të bërë dhe një sfidë shumë madhështore dhe kjo është fitoria e 23 qershorit. Kjo fitore do të jetë për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për ne gratë fjerake, po për gjithë Shqipërinë.